Në mëngjesin e hershëm të së hënës, nga sësja u shpëtua mrekullisht nga një qytetar i cili pa momentin e ngjarjes. Qytetari hero e nxorri ngasësën nga liçeni pa lëndime serioze. Ai është Faton Isufi, i cili tha për Kosova Press se ishte duke punuar në momentin kur vetura ra në liçen. Po, unë kom qenë të puna, kur e kom pa veturën që e upi kontrolën edhe ra poshtë, kom vrapu shpejt, kom një knej po shumë fellë dhe ftoftë, jam sill në anën tjetër, kom qit derën, e kom tërheq, e kom qit deri te rruga. Ai tha se liçeni është 3 metra i thellë, por ka arritur ta nxjerrë nga vetura ngasësën. Për gjendjen e saj, Isufi tha se ngasësja, momentin që është nxjerrur nga vetura, nuk ka qenë në gjendje të mirë, por në atë moment ka ardhur ambulanca dhe ajo është dërguar në spitalin e Gjilanit. Gjendjen e ka pas jo të mirë. Por gjë veç e kom vet aje, vet makinë, unë ka thonë po, unë e kom tërheq te rruga. Edhe ka orë ndihma shpejt e ka marrë. Edhe familjarët e gruas në fjalë, por edhe ajo vetë ka kontaktuar Isufin për t'i treguar se gjendja e saj është mirë tashmë. Po ndiem shumë krenar se me shpëtu një jetë. Sipas Isufit, kjo nuk është hera e parë që ka ndodhur një rast i tillë. Po, edhe më herët më ka ndodhur me një kushëri kam qenë, ju kom ndihmu 2 persona.